Parashikues, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ qendror këtu në Blu Televizion. Do të nisim me aktualitet. Kryeministri Edi Rama është ndalur këtë të martë në Vlorë. Në vizitën e parë në qytetin bregdetar e ka zhvilluar në Orikum, ku në bazën e Pashalimanit është finalizuar marrëveshja për prodhimin e anijeve luftarake. Marrëveshje kjo mes qeverisë shqiptare dhe një firme italiane që do të prodhojë në Pashaliman anije ushtarake. Kryeministri Edi Rama ka mbritur këtë të martë në Vlorë dhe vizitën e parë në qytetin bregdetar e ka zhvilluar në Orikum, ku në bazën e Pashalimanit është finalizuar marrëveshja për prodhimin e anijeve luftarake. Marrëveshje kjo mes qeverisë shqiptare dhe një firme italiane që do të prodhojë në Pashaliman anije ushtarake. Kryeministri Rama këtë të martë ka qenë në qytetin bregdetar të Vlorës, ku vizitat e tij në këtë qytet i ka nisur në bazën e Pashalimanit, aty ku është finalizuar marrëveshja mes qeverisë shqiptare, kompanisë Kajo dhe gjithashtu gigantit italian të prodhimit të anijeve luftarake, një marrëveshje kjo e cila do sjell prej shtatorit investime për ta shndruar bazën e Pashalimanit në një vend të ri strategjik ku do të përdoren anije luftarake fillimisht për ushtrinë shqiptare, Ministrinë e Mbrojtjes dhe më pas edhe për jashtë vendit. Sipas informacioneve, marrëveshja bashkëpunimit është ndërmjet shoqërisë shqiptare Kajo SHA dhe gigantit italian të ndërtimit të anijeve Fincantieri, në bazë së cilës Shqipëria do të prodhojë në bazën e Pashalimanit mjete lundruese, fillimisht për nevojat e forcave të armatosura dhe më pas për eksport në tregjet ndërkombëtare, duke pozicionuar vendin si një qendër të re prodhuese në rajon. Pas finalizimit të kësaj marrëveshje, në shtator pritet që të ndryshojë në total baza e Pashalimanit. Nga një bazë ushtarake aty do të realizohen një sër investimesh në infrastrukturë, duke kthyer këtë bazë në një vend prodhimi të anijeve luftarake për brenda dhe jashtë vendit. Është zhvilluar këtë të martë mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak të Vlorës. Të dy projekt vendime të lidhura me ndryshime në buxhetin e bashkisë për vitin 2026 dhe programin buxhetor 2027-2029 jo vetëm që u kundërshtuan nga opozita, por nuk morën as quorumin e këshilltarëve socialistë. Është zhvilluar këtë të martë mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak të Vlorës, drejtuar nga kreu i këtij këshilli Elpiniqi Mërkuri. Përveç dy çështjeve me karakter social, dhënia e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë dhe nga fondi kushtëzuar për muajin maj në rendin e ditës të listuara vetëm dy projekt vendime. Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 100 data 23/12/2025 për buxhetin e bashkisë për vitin 2026 dhe projekt vendimi për buxhetin afatmesëm të bashkisë. Pas 2 orë gjysmë debat, projekt vendimi i parë. Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak për buxhetin e bashkisë për vitin 2026, ka marrë 25 vota pro, 1 abstenim dhe 6 kundër, çka nuk ka kaluar dot në vendim. Përfaqësues të administratës prezantuan dhe dhanë detaje të zbatimit të buxhetit shtesë në infrastrukturë, ndërsa përfaqësuesi e shoqërisë Vlora Invest u ndal në blerjen e 4 mjeteve motorike të lehta tip bagi, një shërbim ky për lëvizjen e turistëve në pikat kyçe të qytetit. Rruga e re, pra që lidh me një gjatësi rreth 650 metër dhe përveç që është komplet rrugë e re dhe që natyrisht do të kap një segment të gjerë sipas parashikimit të planit përgjithshëm vendor, se aty kalon kanali Sjavit dhe natyrisht ka dhe një urë aty. Pra prandaj ajo vlera ka dalë aq në llogaritjet që është për projektin, pra detyra e projektimit. Po, ka shpronësime patjetër. Ajo kërkon konsultim, nuk është kaq e thjeshtë ajo. Patjetër, patjetër, në detyrën e projektimit ne bëjmë llogaritjet se sa del në pas kostos, po. Dhe kemi përcaktuar të gjithë elementet që kërkon një rrugë e re. Aluizmi nuk ka legalizuar ato shtëpi që i ka gjurma e rrugës, se ato kanë qenë në 2017 në planin përgjithshëm. Kosto ka patjetër, po një rrugë e re patjetër që ka kosto. Me të drejtë është ngritur kërshqetësim, por ne jemi interesuar që ku do kalojnë këto bagit. Ne jemi konsultuar me zyrën e urbanistikës dhe do vendoset te korsia e biçikletave, duke hapur xhepa të posaçëm, duke ju përshtatur dhe parametrave të bagit, në të cilën do të mundsojnë lëvizjen pa probleme të qarkullimit dhe të biçikletave dhe të bagive. Mund të hapen xhepat përgjatë stacioneve të autobusit. Është e lejuar nga kondicionet urbane. Tani këto janë gjëra teknike, të cilat janë të menduara nga këta dhe do realizohen. Po.
Një alternativë tjetër është trotuari sipër, të cilët mund të kalohet. Janë dy alternativa të përshtatshme, të cilat mund të bëhet qarkullimi i lirë i bagive. Është mjaftueshme hapësirat për të qarkulluar bagi. Rruga e biçikletave duket e ngushtë dhe pa mjaftueshme për të kaluar bagit. Janë bërë matjet e duhura dhe ka rezultuar që janë të mjaftueshëm për të kaluar nga inxhinierët tanë. Që në nisje, opozita u tregua skeptike pasi sipas këshilltarëve opozitar, projekt vendime të tilla për rishikime të buxhetit 2026 janë të përhershme në këtë këshill, ndërsa kanë debatuar dhe për makinat elektrike. Me që këto po vjen për sezon turistik, gjithë turistët që vinë janë të gjithë me siguracionet pajisur. Keni në një, ta të gjënë dhe këshiltarët socialistë janë gati për ta votuar, në një bazë ligjore në qoftë se ndodh një aksident në këtë rrugë të palejueshme. Po patjetër dhe bagit do jenë të siguruara. Na jep vetëm një kod rrugor që lejohet ky badi bashkë me biçikletat, bashkë me invalidët në aq hapësirë, lejohet dhe hajtë ngrëm dorën gjithë. Ne jemi pro turizmit dhe pro zhvillimit. Të lutem, na jep një argument ligjor në bazë të kodit rrugor, dhe hajtë ngrëm teknikisht. Dhe kaq është pyetja. Bagit kanë përmasa të cilat bagit janë me përmasa të cilat e lejojnë qarkullimin atë rrugë pedonale, se dhe neve nuk jemi. Pra na jep tu të ngrëm dorën gjithë, na jep një kod rrugor që keni marrë një konsult, tregojeni këshilltarëve të gjithë dhe ta votojnë. Bashkangjitë këtu, ne jemi kundër. Tani përmasat e bagit janë 3,220 me 1,360 dhe me 1,320. Jo, një konsultim me kodin rrugor, me kë jeni konsultuar. Po. Një përgjigje zyrtare. Është 2 metra gjërësia. Nëse ai bagi ka përmasa 1 metër në gjërësi, mund të kalojë. Është 1 metër e gjërë. Tani, po 1,360. Po s'është më shumë se sa 1. Po ka hapësirë të mjaftueshme se nuk kemi çmendur të vim këtu dhe të sjellim një projekt të tillë. Po. Po jo shumë mirë, ne ta bëjmë dhe ta bëjmë me vlerë debatin, jo pa vlerë debatin, po. Nëse këto dy bagit shkëmbejnë me njëra tjetrën, një tregën këto dy. Nuk të shkëmbejnë me njëra tjetrën. Sepse në momentin që bagi vjen, bagi do vendoset te këto xhepat që un po them që do krijohen, pikërisht për të lejuar qarkullimin. Me miratimin të këtij projevendimi dhe ne do fillojmë direkt nga puna. Kjo është ideja. Ndryshimet në buxhetin e bashkisë për vitin 2026 mori vetëm 24 vota pro, 2 abstenim dhe 6 kundër. Çka projekt vendimi nuk u miratua për shkak të mos plotësimit të kuorumit nga socialistët. Po kështu dhe programi buxhetor afatmesër 2027-2029 nuk arriti do të miratohet, pasi mori 25 vota pro dhe 5 kundër. Kështu duket se vetë socialistët nuk ishin dakord me këto 2 projekt vendime. Projekti i shëtitores bregdetare Lungomare 3 në zonat bregdetare të Radhimës dhe Orikumit ka marrë tashmë formë. Projekti madhor vlerësohet nga pushues vendas dhe të huaj si një investim që sipas tyre ka ndryshuar realitetin e një prej zonave më të frekuentuara të qytetit. Projekti i Lungomare 3 në zonën bregdetare të Radhimës dhe Orikumit ka marrë tashmë formë. Ky projekt madhor për qytetin e Vlorës vlerësohet nga pushues vendas e të huaj si një investim që sipas tyre ka ndryshuar realitetin në një prej zonave më të frekuentuara të qytetit. Pushuesit thonë se vinë shpesh për ta vizituar Vlorën si një perlë të Bregdetit dhe ndryshimi nga viti i kaluar duket qartë. Lungomare 3 sipas tyre i ka dhënë një tjetër pamje Bregdetit duke sjellë më shumë turist. Pushuesit thonë se nga viti në vit qyteti bregdetar i Vlorës po merr më tepër zhvillim. Zhvillim ky i cili duket qartë me projekte të tilla me standardet e kërkuara, siç edhe është Lungomare. Atëherë bëhet komplet, s'ka kush ka marrë që nuk i mungon. Shëtitoria mungon. Vetëm shëtitor. Shëtitoria mungon. Deri më tani besoj është një projekt që ka dhënë zhvillim, një tjetër pamje. Jo, shumë mirë, shumë mirë. Se na kemi qenë edhe më thonë që sa vjet vim këtu. Vjen shpesh në Vlorë? Shpesh. Po e dim se ka pas rruga shumë ka qenë ngushtë dhe jo shumë mirë. Nga vini? Nga Kosova, nga Gjakova. Duke e parë qytetin që po zhvillohet, do vini shpesh? Më shpesh e vini djerë? Më shpesh ka qish marrë. Çdo vit do jeni? Po çdo vit. Duhet vazhdojnë të tilla projekt? 5-6 vjet kam qenë këtu. Deti bukur, natyra bukur, shërbimi në nivel. Po, kjo ka qenë pengesa që s'kemi ardhur më shpesh, shkojmë vende tjera ku ka shëtitore, se kem nevojë me shëtit më tepër.
Ndërkohë ti vit për vit, është ndryshimin, ka ndryshuar Vlora? Po, shumë. Pa, 20 vjetë që vim. Te kjo zonë këtu, çfarë ka ndryshuar? Asfalti po duket i ri, që kjo është shëtitore, po e shkurt. Pas këtë projekt që do të bëhet ma gjata, po? Po, patjetër. Duhen më shumë investime si këto? Po, investime nga shteti, besoj. Shqiptare jam, po vim në Mikono. Rri në Mikono, kam marrë për pushim. Kam ardhur vit për vit. Si të duket ndryshimi këtë vit? Shumë bukur. Parallore. Shumë bukur, më ka pëlqyer. Në një prej projekteve më të rëndësishme të Vlorës, Lungomare 3. Lungomare është bërë e përkryer. Çfarë mendoni për këtë? Fare, më ka pëlqyer jashtëmase. Shumë gjë e bukur. Është e rëndësishme kjo për Vlorën, për zhvillimin? Po, edhe akoma dhe më shumë të bëj. Jam e kënaqur jashtëmase. Do ri një muaj këtu edhe do kënaqem akoma më shumë. Pres dhe fëmijët të më vinë se. Jo, kam shtëpi këtu, kam ble shtëpi. Kam edhe shtëpi në Dërmi, po këtu më pëlqen më bukur. Lungomare 3 është një projekt që fillon nga zona e tunelit në ujin e ftohtë për të vazhduar më tej drejt të radhimës dhe urikumit. Një projekt zhvillimor ky i cili realizohet në zonat bregdetare me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të tyre. Zonat periferike të qytetit të Vlorës vijojnë të ruajnë mungesën e infrastrukturës që nga ndriçimi publik, pastrimi i njësër problematika të tjera. Banorët të ish fushës së aviacionit thonë se shqetësimet me të cilat ata përballen hasin indiferencën e institucioneve të bashkisë. Zonat periferike të qytetit të Vlorës vijojnë të mbeten jashtë vëmendjes së pushtetit vendor. Mungesa e infrastrukturës prej vitesh, ndriçimit publik, pastrimit si dhe njësër problematikash të tjera janë shqetësimet kryesore me të cilat përballen banorët e këtyre zonave. Një situatë e tillë paraqitet edhe në lagjen 24 maj, shumë pranë zonës së njohur dikur si ish fusha e aviacionit në Vlorë. Banorët shprehen të shqetësuar dhe pohojnë se prej më shumë se 30 vitesh Bashkia e Vlorës nuk ka ndërhyrë për të përmirësuar gjendjen në këtë zonë. Sipas tyre situata mbetet problematike, ndërsa asnjë zgjidhje konkrete nuk është ofruar nga bashkia, e cila sipas banorëve e ka lënë këtë lagje jashtë vëmendjes. Këtu o vllai dashur mungojnë shumë gjëra. Konteksti është që shoqëritë, komunitetet, nacionet, edhe në rafshin global udhiqen mbi 5 parime. Prona, sistemi ndrejtësi, meritokraci, idealista në pushtet dhe zbatimi infrastrukturës në mënyrë në perfekcion për të krijuar evolucion ekonomik shoqëror. Si është infrastruktura këtu te juve? Praktikisht nuk është vendor. Kanalet, rruga si është? Më trego pak, sa vite ka kështu? Ndoshta fillojnë dhe me radhë, janë marrë me qendër zonën periferike, i kanë lënë pak në ares. I kanë lënë pak në ares. Lagja quhet 24 maj me fiks pista e fushës aviacionit. Sa në vëmendjen e pushtetit vendor dhe qendror është kjo lagje? Çfarë problematike është ka konkret? Flet realiteti. Kthe syt. Unë kam punuar në administrat që në moshën 18 vjeç. Dhe këtu ka qenë një miku im, komandant i aviacionit Kotenberi dhe ka bërë babaçe fajku nga Armeni Vlorës. Këtu ishte vetëm loljum deri në vitin 96, këtu stërviteshin kursantët pilotat e ri. Tani shi të gjitha llojet e pushtetit, sepse ky territori i njësisë vendore të Bashkisë Vlorë, zero, ne jemi zero, unë kam të që në maj, që në fund prillit edhe deri në tetor ne s'kemi një pikë ujë. Që jemi në Vlorë deri në unë e njoh se s'ka punuar me deti. Dhe unë s'kam ujë. Ne s'kemi një ndriçim në rrogë. Ne kemi pat zero kontaktin që të ketë ardhur në qoftë se një unë pranoj të varem shesh flamurit, në qoftë se thotë një pushtetë unë kam marrë njerë kam pyet, nuk ua kam zgjidhur, po jam interesuar sepse më ke dhënë votën. Kështu që ne kemi zero interesim. Rruga për të vajtuar në hangër, unë jam i smur, ja vinë me ilaç, më fal. Vinë ambulanca, ja vuj kam, ishja i smur atje, edhe vi andej. Rruga është për ta nëna griu pluhur, nëna griu tymi. E ka zero interesimin, në zero. Ka ardhur koha që duhet e njëjta vëmendje si për qendrën edhe për periferinë. Taksa ne i paguam një lloj. Unë jam intelekt, taksa ne i paguam një lloj.
Ne s'kemi asgjë më bu. Ne themi plera, do heqim plera, ne na hedhën plera. Edhe skandal më keq s'ka këtu do vend. Taksat i do shteti dhe rrugët i ka për qep. Kështu ka qenë gjithmonë ka Kjo 35 vjet që njohëm kështu ka qenë. nuk është vendor. Jo, kështu ka qenë 35 vjet. Kanori kësaj lagjes. Po unë kam marrë që në 2003, unë vetë ka 20 vjetë ta kam, 25 vjetë ta kam, edhe se zhvën asë një dorë. Në këtë gjendje ka qenë gjithmonë. Në këtë gjendje, edhe me turina hejtë në vend e pa vend. Duhet në lënë me turina, dhe këtu duhet betë rruga, se ka rrugë që delte ku folër avionve, mes lagjeve. Po ndryqimi dhe këto? Ndryqime s'ka fare, dhe pa u jemi, duhet në hapë një tubacion aty, se kemë patur në qene fillim, edhe s'kemi... Është e vështirë për ju vetë këtu? Po është e vështirë, për natën që të kalojmë me makina se i bjemi si Magellani, me këmë, në anë e kanalit, kemi një kanal. Ja, po dalish të rruga kryesore, dalish dhe të kanali, po të vish me mua tash, shikosh se na kaloj unë në anë e kanalit. Zonat periferike të qytetit të Vlorës vazhdojnë të mbeten kështu ndër më problematiket për shkak të mungesës së investimeve dhe ndërhyrjeve nga pushteti vendor. Në zonën e ish fushës aviacionit, gjendja mbetet e rënduar, ndërsa banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për përmirësimin e infrastrukturës, ndriçimit, pastrimit dhe kushteve të jetesës. Vlora ka mirëpritur forumin e 3 lokal të komunitetit dhe biznesit për migracionin dhe diasporën. Një aktivitet ky organizuar në kuadër të projektit Forcimi i kapaciteteve institucionale vendore për migracionin në Shqipëri, pjesë e forumit përfaqësues të 7 bashkive pilot, institucioneve, bizneseve dhe komunitetit lokal. Vlora pret forumin e 3 për migracionin, diasporën dhe biznesin. Vlora mirëpriti forumin e 3 lokal të komunitetit dhe biznesit për migracionin dhe diasporën, një aktivitet ky organizuar në kuadër të projektit Forcimi i kapaciteteve institucionale vendore për migracionin në Shqipëri. Pas Dibrës dhe Kuksit, Vlora u bë qyteti i 3 që organizon këtë forum, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 7 bashkive pilot, institucioneve, bizneseve dhe komunitetit lokal. Në fokus të diskutimeve ishte krijimi i një rrjeti bashkëpunimi mes pushtetit vendor, biznesit dhe institucioneve për të nxitur punësimin, zhvillimin ekonomik dhe krijimin e mundësive të reja për të rinjt dhe emigrantët e kthyer. Eksperti i IOM Albania, Endri Xhaferi, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve dhe sektorit privat për të krijuar politika më efikase në fushën e migracionit dhe punësimit, duke vënë theksin te nevoja për të lidhur më mirë tregun e punës me potencialin e komuniteteve lokale. Pakti ndërbashkiak për punësimin, cilin ne do ta afirmosim nesër. Strukturat, në posaçëri strukturat e migracionit dhe diasporës, të secilis bashki mund të bashkëpunojnë në një rrjet, dhe ky rrjet tashmë është edhe një realitet sepse është një hapësirë virtuale ku secili nga punonësit mund të logohet me kredencialet e veta dhe të ndërveprojë me të gjithë kolegët e vet anë mban Shqipërisë. Pra është një mënyrë se si institucionet, duke bashkëpunuar me njëra tjetrën, arrin të përcjellin informacionin, në këtë rast informacionin për punësimin, për nevojat e tregut të punës, për parashikimet që mund të jenë për tregun e punës nga momenti X në momentin Y, dhe se si mundet pra që të përcillet në mënyrë sa më dinamike ajo që është oferta e tregut nga punëdhënësit. Kemi edhe përfaqësues nga biznesi dhe këtë duam të kuptojmë sot se si mundet që ky informacion, duke bërë secili punë vetë pa dashur që të mbivendosen kompetencat e institucioneve ndryshme, absolutisht, por si mundet që ky informacion, këto oferta pune mund të gjejnë nga krau tjetër atë, apo themi, profilet më të përshtatshme dhe më të shpejta në kohë që mund ta plotësojnë këtë nevojë tregu pune. Koordinatorja kombëtare e IOM Albania, Keti Luarasi, u ndalte rezultatet e projektit, duke nënvizuar se nisma synon të forcojë kapacitetet e bashkive për të ofruar shërbime më cilësore dhe për të krijuar mekanizma të qëndrueshme bashkëpunimi në favor të zhvillimit lokal.
Ky projekt ka filluar prej tashmë 2 vitesh e gjysëm. Ne jemi në vitin e 3 dhe kemi punuar goxha mirë me pjesën e strukturave, me rritjen e kapaciteteve të bashkive, por mbi gjitha edhe me rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit biznesit dhe të komunitetit qytetas, se si ti kërkoj dhe ku ti kërkoj proceset e mira që duhen për rritjen e punësimit, për rritjen e eficiencës brenda institucioneve tona. Ky forum, që është forumi i 3 tashmë i biznesit që neve zhvillojmë brenda këtij projekti, tashmë që zhvillimi ekonomik i Shqipërisë ka filluar të ketë një ndërqasje, ndërshfaqje tjetër dhe kemi filluar, jemi të fokusuar në disa forma të reja të industrisë, siç është pjesa e turizmit, siç është pjesa e agrobiznesit, dhe kur tashmë pjesa më e madhe atyre që kanë qenë të larguar kanë filluar të rikthehen. Ajo çfarë është e rëndësishme është si ta zgjerojmë punësimin lokal duke përdorur mundësi për bizneset që janë të ardhur nga qytetet e tjera dhe të minimizojnë pjesën e papunësisë dhe rritjen e barës buxhetore të shtetit për të paguar ndihmën ekonomike apo ndihmën e papunësisë në momentin kur në Shqipëri ka mundësi pafund. Një moment i rëndësishëm i aktivitetit ishte nënshkrimi i paktit ndërbashkiak për punësim, i cili synon të rrisë bashkëpunimin mes bashkive dhe të krijojë më shumë mundësi punësimi në nivel rajonal. Nënkryetaria e Bashkisë Vlorë, Irena Toshkallari, u shpreh se bashkëpunimi ndërmjet bashkive, institucioneve dhe biznesit është thelbësor për të krijuar më shumë mundësi punësimi dhe për të mbështetur zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm. Është ngritur një rrjetëzim midis bashkive në mënyrë të tillë që të suportojmë dhe të mbështesim praktikat e mira. Është një kënaqësi kur sheh se si dy biznese ndërlidhe megjithëse janë në fusha veprimtarie të ndryshme, mbështesin komunitetin, por njëkohësisht mbështesin edhe emrin e qytetit dhe bashkisë, pastaj dhe institucioneve të tjera ju lind detyra për t'i suportuar, për t'i mbështetur më tej dhe për të motivuar të tjerët për të parë se cila është ajo rruga dhe për të mësuar ato praktikat e mira në mënyrë të tillë që të jemi të suksesshëm. Gjatë forumit u zhvilluan diskutime mbi sfidat e migracionit, kthimin e emigrantëve, nevojat e tregut të punës dhe rolin e sektorëve si turizmi, industria dhe agrobiznesi në zhvillimin ekonomik. Pjesëmarrësit vizituan gjithashtu sipërmarrje vendase, mes tyre Musai Olive Oil Factory dhe Balaj Winery, të prezantuara si modele të suksesshme të investimit dhe zhvillimit lokal. Forumi organizuar nga IOM Albania në kuadër të projektit Forcimi i kapaciteteve institucionale vendore për migracionin në Shqipëri, me mbështetjen e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka nisur një fushat ndërgjegjësuese për situatat që mund të krijohen nga zjarret, por dhe nga emergjencat të tjera. Sipas shefes së sektorit të trajnimeve Gentiana Maçi, qëllimi është sensibilizimi i qytetarëve dhe komunitetit për rreziqet veçanërisht të kësaj periudhe, kur rreziku i zjarreve është edhe më i lartë. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka nisur një fushat ndërgjegjësuese për situatat që mund të krijohen nga zjarret, por edhe emergjencat e tjera. Fushata sensibilizuese po zhvillohet në 12 qarqet e vendit dhe është ndalur tashmë edhe në Vlorë. Sipas shefes së sektorit të trajnimeve dhe edukimit të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Gentiana Maçi, qëllimi është sensibilizimi i qytetarëve dhe komunitetit për rreziqet, veçanërisht gjatë kësaj periudhe, kur rreziku i zjarreve është edhe më i lartë. Për realizimin e kësaj fushate do të bashkëpunohet ngushtë edhe me strukturat e mbrojtjes civile në të gjitha qarqet e vendit. Kjo është një fushatë e mbrojtjes civile që është bërë në 12 qarqet e Shqipërisë, konsiston në afrimin e komunitetit me konceptin e mbrojtjes civile dhe sidomos në këtë sezon të zjarreve. Bashkëpunimi është mes institucionit qendror siç është Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile bashkë me prefekturën, me bashkinë, me zjarr fikse, pra me të gjithë sistemin e mbrojtjes civile, gjithashtu dhe me mbështetjen e qytetarëve, të stafit. Dhe normalisht ideja është të shpërndahen sa më shumë informacione që japin një uri se si të mbrohemi nga zjarri, si të parandalojmë, se si të komunikojmë, kë duhet të kontaktojmë të parët. Pra është ideja që secili të fillojë nga vetja mbrojtjen civile.
Maçi theksoi se kjo periudhë mbetet problematike për shkak të temperaturave të larta dhe rrezikut të shtuar nga zjarret. Ajo u shpreh se përveç sensibilizimit të qytetarëve nga strukturat e mbrojtjes civile në prefektura apo bashki, do të kërkohet që kjo fushat të shtrihet edhe në zonat rurale, ku problematikat e shkaktuara nga zjarret janë më të shpeshta. Duke qenë se jemi pothuajse në kulmin e vapës, kjo është ajo çfarë ne do donim sot të ndërgjetësonim qytetarët të cilët kanë qenë pjesë e stendës tonë, kanë marrë informacionet, normalisht edhe me dy kolegët e bashkisë dhe të prefekturës, të zbusim sadopak problematika që lindin nga vapa. Ideja është duke qenë institucion qendror dhe kjo fushat financohet nga UNDP-a, normalisht dhe me bashkëpunimin e Kryqit të Kuq. Agjencia aktualisht ndalet në 12 qytete qendërqarku, duke ja kaluar më pas stafetën e institucioneve vendore për të shpërndarë në gjitha bashkitë e tjera të vogla pjesë e prefekturës. Temperaturat e larta kanë rritur ndjeshëm rrezikun e zjarreve, ndaj autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal dhe të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë vatrazjarri apo situata të tjera problematike. Është zhvilluar këtë të martë provimi i fundit i testimit kombëtar të arsimit bazë, ku 10.056 nxënës të klasave të nënta të zyrës vendore të Bashkisë Vlorë i Mar ju nënshtruan testit të gjuhës së huaj. Ndërkohë, pak ditë më parë u mbyllën edhe provimet e maturës shtetërore për maturantët të gjithë vendin. Zhvillohet këtë të martë provimi i fundit i mini maturës, teksa nxënësit të klasave të nënta i nënshtrohen provimit të gjuhës angleze. Vetëm pak ditë më parë ka përfunduar edhe provimet e maturës shtetërore, ndërsa me këtë provim të gjuhës angleze që zhvillohet sot, mbyllet edhe cikli shkollor për vitin 2025-2026 për arsimin parauniversitar. Në zyrën vendore arsimore Vlorë i Mar janë rreth 1113 të nxënës të klasave të nënta që nënshtrojnë provimit të tretë të mini maturës atë të gjuhës huaj. Është zhvilluar këtë të martë provimi i fundit i testimit kombëtar të arsimit bazë, ku nxënësit e klasave të nënta ju nënshtruan testit të gjuhës huaj. Në qarkun e Vlorës, provimi u zhvillua në 15 qendra testimi dhe zgjati rreth 2 orë e 30 minuta. Testi nisi në orën 10 dhe përfundoi në orën 12:30, duke u zhvilluar sipas rregullave të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Ky ishte provimi i fundit për nxënësit e klasave të nënta, të cilët më herët kanë zhvilluar edhe testime në lëndët e tjera të programit. Ndërkohë, pak ditë më parë u mbyllën edhe provimet e maturës shtetërore për maturantët në të gjithë vendin. Me përfundimin e provimit të gjuhës së huaj për klasat e nënta, konsiderohet i mbyllur edhe viti shkollor 2025-2026 për arsimin parauniversitar. Pas publikimit të rezultateve, nxënësit do të vijojnë procedurat e regjistrimit në shkollat e mesme, duke u përgatitur për një etapë të re në rrugtimin e tyre arsimor. Aksidentet rrugore në të gjithë vendin gjatë 5 muajve të këtij viti kanë shënuar rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Instat, vetëm gjatë muajit maj u regjistruan 183 aksidente rrugore, ku 181 persona mbetën të vrarë apo të plagosur. Në të gjithë vendin u regjistruan 133 aksidente rrugore gjatë muajit maj, ku 181 persona mbetën të vrarë ose të plagosur sipas të dhënave paraprake të publikuara nga Instat. Në periudhën janar-maj 2026, numri i aksidenteve arriti në 547 nga 529 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke shënuar një rritje prej 3.4%. Numri i personave të vrarë dhe të plagosur u rrit në 766, krahasuar me 743 të një viti më parë. Pas një periudhe kur vendi po regjistronte rënje të numrit të aksidenteve, duket se tashmë ato janë kthyer në rritje, diçka që ndodh tipikisht edhe me rritjen e fluksit të mjeteve dhe qarkullimit në vend, si efekti i turizmit dhe aktivitetit ekonomik. Sipas Institutit të Statistikave, 94% e aksidenteve të regjistruara në maj ndodhen si pasojë e sjelljes së drejtuesve të mjeteve. Grup mosha 25 deri në 34 vjeç përbëjnë edhe pjesën më të madhe të aksidenteve me 30.8% të totalit. E diela ishte edhe dita me numrin më të lartë të aksidenteve me 18% të rasteve, ndërsa intervali kohor nga ora 8 e paradites deri në orën 12 të mesditës regjistroi dhe përqendrimin më të madh të tyre me 27.1% të totalit. Sipas qarqeve, kryeqyteti Tirana regjistroi numrin më të lartë të aksidenteve në maj. Pas rreth 2 muajsh në Arati, Marial Donela, i shpallur në kërkim për vrasjen e Endri Goxhait në Memaliaj, është vetë dorëzuar në polici.
Pas paraqitjes së tij, ai është ndalur dhe është vënë në dispozicion të organeve të drejtësisë për vijimin e procedurave hetimore. Vrasja e Endri Goxhait në Memaliej pas 2 muajsh në Arati, Marial Donela vetë dorëzohet në polici. Me vetë dorëzimin e Marial Donelës, një për personave të shpallur në kërkim pas krimit, hetimet pritet të vijojnë në marrjen në pyetje të tij për të sqaruar plotësisht rreth anët e ngjarjes. Marial Donela, i shpallur në kërkim për vrasjen e Endri Goxhait në Memaliej, është vetë dorëzuar pas 2 muajsh në Arati. Ngjarja për cilën akuzohet ndodhi mbrëmjen e 21 prillit në qendër të Memaliajt. Sipas prokurorisë, gjithçka nisi nga një konflikt i çastit mes 7 personave që nuk ishin pjesë asnjë grupi rival. Në sherm pas ndorën edhe Dalinela, Vieri Aldo Kalemi dhe persona të tjerë. Në kulmin e konfliktit, Endri Goxhaj nxori një pistolet dhe qelloi 4 herë në drejtim të Dalinelës duke lënë të plagosur. Kur pangtë të fundit të rrëzuar në tokë, 2 vëllezërit e tij, Donaldo dhe Marial Donela, sipas prokurorisë, nxorën armën dhe qelluan në drejtim të Endri Goxhait. Si pasojë të shtënave, 30 vjeçari humbi jetën në vend. Sipas hetuesve, pamjet filmike tregojnë se Goxhaj nuk arriti të reagonte me armën në momentin kur u qellua nga 2 vëllezërit. Pas të shtënave, Donaldo dhe Marial Donela morën me automjet vllain e tyre të plagosur dhe transportuar me urgjencë në spitalin e Gjirokastrës. Më pas ata u larguan dhe u shpallën në kërkim nga policia si autorët e dyshuar të vrasjes. Për këtë ngjarje, gjykata e Gjirokastrës vendosi masën e sigurisë arrest shtëpie për Dalinelën, ndërsa ka vendosur edhe masën e sigurisë arrest në burg për 2 vëllezërit e tjerë, Marialdo dhe Donaldo Donela. Me dorëzimin e njërit prej tyre, një për personat e shpallur në kërkim pas krimit, hetimet pritet vijojnë me marrjen në pyetje të tij, ndërkohë që në kërkim mbetet ende vllai i tij, Donaldo Donela. Aplikimi për përfitimin e kompensimit në masën 10% të shitjeve të produkteve bujqësore do të nisë me 1 korrik 2026. Për këtë, administrata tatimore ka publikuar një udhëzues praktik në ndihmë të fermerëve. Administrata tatimore publikoi udhëzues praktik për fermerët mbi mënyrën e aplikimit për përfitimin e kompensimit në masën 10% të shitjeve të produkteve bujqësore, ndërsa aplikimet për këtë skem nisin me 1 korrik të 2026-s. Sipas njoftimit zyrtar, udhëzuesi orienton fermerët ta pasapi për procedurën e aplikimit përmes platformës e-filling, duke synuar lehtësimin e aksesit dhe thjeshtimin e procesit të përfitimit. Dokumenti shpjegon në mënyrë të qartë kushtet që duhet të plotësohen për të përfituar kompensimin, si dhe hapat që ndiqen gjatë aplikimit online. Administrata tatimore thekson se ky mekanizëm mbështetës synon formalizimin e mëtejshëm të sektorit bujqësor dhe rritjen e të ardhurave për fermerët në të gjithë vendin. Ndërsa administrata bën me dije se më shumë informacion është i disponueshëm në faqen zyrtare. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme, ju lutem na ndiqni në rrjetet tona sociale si dhe në faqen tonë zyrtare Blu Televizion. Bashkë mirë takofshim.